Në Velipoj, një zonë e detit është rrethuar dhe është kthyer në një pronë private nga një subjekt që operon me lodra uji. Shqetësimin e ka ngritur një qytetare e cila shkruan se edhe pse nuk ka një emër të qartë të subjektit në fjalë që ka privatizuar hapësirën në Velipoj, punonjësit e biznesit në fjalë ushtrojnë kontroll të plot mbi hapësirën përpara çadrave, duke ndaluar pushuesit të hyjnë në det përballë vendit të tyre, ku është vendosur subjekti që tregton lodrat e ujit të firmës gjermane. Për redaksin ton, qytetarja shkruan se situata ka arritur deri aty sa policia e rendit e mbështet zaptuesin në fjalë dhe i kërkon pushuesve të mos frekuentojnë këtë hapësirë. Qytetarja shkruan se sot tentoi të futej në det përballë çadrës së saj dhe për të shmangur rërën e nxehtë shkeli në hapësirën ku subjekti e ka zaptuar. Në këtë moment, personeli biznesit që shet lodra uji e ka kërcënuar se do ta nxjerrë nga aty nëse nuk largohet me pretendimin se është zonë e tyre. Denoncuesja shkruan se nuk ka asnjë tabelë që shkruan se është zonë private, ajo hapësira e plazhit të Velipojës, duke shtuar se duket qartë që është uzurpim nga privati, jo pjesë e një zone të miratuar ligjërisht se i përket privatit. Ky rast ngre edhe një herë pikpyetje serioze mbi rolin e institucioneve mbrojtëse të hapësirave publike, dhe Agjencisë Kombëtare të Bregdetit dhe Bashkisë Shkodër, në rastin konkret. Privatizimi i detit është i paligjshëm, por po bëhet realitet çdo vit e më shumë kjo në nënheshtjen e institucioneve lokale e shtetërore, që duket se janë në gjumë.